Kryediplomatja Elisa Spiropali ka komentuar ftesën që presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë Shqipërisë për të qenë pjesë e bordit të paqes për Gazën. Sipas Spiropalit, kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtë për rolin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe për kryeministrin Edi Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i këtij bordi. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejtë për leadershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i bordit paqes. Ajo shtoi se lajmi është përdorur gabimisht nga kundërshtar politik për të krijuar konfuzion mbi politikën amerikane ndaj Shqipërisë. Por besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjësish publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndëshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht. Jam e hapur për pyetje. Kryediplomatja theksoi rëndësinë e këtij zhvillimi në kuadër të rishikimit të ligjit për shërbim të jashtëm dhe rolin e vendit në politikën ndërkombëtare. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për të kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë plas marazi e marrin dhën lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguë kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës son në bord. Ajo premtoi se gjatë vitit 2026 Shqipëria do të intensifikojë aktivitetin diplomatik për të arritur objektivin e mbylljes së negociatave dhe anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.